Paqja e Zotit qoftë me ty. Paqja e Zotit qoftë edhe me ty. Çfarë do të bësh sot, biri im? Sot është e diel, babi. Do të më çosh në kopësht? Sigurisht, biri im. Bëhu gati dhe ha mëngjesin. Pastaj do të shkojmë në kopësht. Kjo është e mrekullueshme. Më lër të bëjmë gati atëherë. A je gati? Po, hajde të shkojmë, babi. Eja mirë, le t'ulemi në atë stol. Është një ditë e bukur apo jo? Po, është. Faleminderit që më solle këtu. Ej, shiko ata, babe birë. A nuk duken bukur? Baba e birë, ai plaku duhet të jetë gjyshi i tij. Është shumë i vjetër për të qenë baba i tij. Jo, Amir, unë e njoh. Ai quhet Enes, edhe ai punon me mua, dhe ky është djali i tij, Rejani. Por ai është shumë i vjetër me moshë, babi. Si është e mundur? Tani ti po harron fuqitë e Allahut, birim. Ai mund të bëjë mrekulli dhe ti e di këtë apo jo? Më fal, baba. Tani po më kujtohet historia e një profeti i cili kishte një djalë kur ishte në moshën 90 vjeç. Të lutem, ma trego, babi. Mirë, birim, tani dëgjoj me kujdes. Bismillah. Zekeria a.s. ishte një profet i shquar i Ben Israilve. A ishte një nga pasardhësit e Sulejmanit a.s. Ai punonte si marangoz dhe bënte një jetë të thjeshtë si shumica e profetëve të tjerë. Ai kishte një grua dhe quhej El Jeshbi, e cila i përkiste familjes së profetit Harun a.s. Kurani nuk jep rrëfime për fëmijërinë apo rininë e profetit. Prandaj historia e këtij profeti fillon kur ai ishte 90 vjeç. Zekeria a.s. është një ndjekës besnik i Allahut dhe ai është shumë i përulur në sjelljen e tij. Ashtu si paraardhësit i Ibrahimi a.s., edhe profeti Zekeria arriti në pleqëri pa pasur fëmijë. Pikërisht gjatë kësaj kohe, gruaja e Imranit a.s. ose kunata e tij lindi Meriemen. Por, pak pas kësaj, Imrani a.s. dërroi jetë. Dhe kjo shkaktoi një mosmarrveshje mes Ben Israelve në lidhje me kujdestarinë e saj. Zekeria a.s. duhet të ishte zgjedhja ideale, sepse ai ishte xhaxha i saj dhe një profet, karakteri moral i të cilit ishte i padiskutueshëm. Por Ben Israilet e kundërshtuan këtë zgjedhje, sepse të gjithë donin prestigjin e rritjes së vajzës së Imranit a.s. Më në fund njerëzit ranë dakord të hidhnin short për të vendosur për këtë çështje. Zekeria a.s. heshti dhe qëndroi në sjelljen e tij të mirë. Njerëzit që donin të bëheshin kujdestar shkruanin emrat e tyre në lapsa prej druri dhe i vendosnin në një enë. Pastaj, një fëmijë ju kërkua të zgjidhte një laps nga kutia. Lapsi që zgjodhi fëmia mbante emrin e Zekerias a.s. Por njerëzit nuk ishin të lumtur. Shumë prej tyre kërkuan që zgjedhja të përsëritej. Profeti heshti dhe ra dakord. Kësaj radhe, pretenduesit i futën të gjithë lapsat e tyre në lumë. U vendos që lapsi që do të rrithte kundër rrymës do të fitonte kujdestarinë e Mejremes. Ishte një mrekulli. Të gjithë lapsat e pretenduesve lundruan së bashku me rrymën e lumit. Por ajo e profetit jo, lapsi i tij notoi kundër rrymës. Por njerëzit nuk ishin të kënaqur as me këtë. Ata nuk u bindën dhe kërkuan një raund të tretë. Kësaj radhe, ata kërkuan që lapsi që notonte me rrymën të fitonte garën. Ata hodhën lapsin e tyre në lumë dhe përsëri ishte profeti që fitoi.
Lapsi i profetit notonte me rrymën, ndërsa lapsat e tjerë lëviznin në të kundërtën e rrjedhës. E tillë është fuqia e Allahut. Njerëzit mund të komplotojnë dhe planifikojnë, por ajo që është shkruar do të ndodhë. Kështu, Ben Israilët nuk ishin zgjedhje tjetër veçse të pranonin se Zekaria alayhis salam kishte të drejtë të merrte kujdestarinë e Meriemes alayhis salam. Meriemi alayhis salam u rrit si një pasuese besnike e Allahut. Edhe kur ishte fëmijë, ajo gjende gjithmonë në gjendje lutjeje. Ajo qëndroje izoluar larg njerëzve. Dhoma e saj ishte në një rrethim brenda Bait al-Majdis, që ishte ndërtuar posaçërisht për të. Kishte diçka magjike për këtë vajzë të vogël. Sa herë profeti hynte për ta kontrolluar atë, e gjente gjithmonë të rrethuar nga një bollok ushqimesh. Unë nuk e solla këtë ushqim për të, e pyesta i veten. Atëherë nga erdhi gjithë ky ushqim, dhe çuditërisht, frutat para saj nuk ishin të kësaj klime, por ato ishin ende të freskëta. O Meriem, e pyeti ai, nga po të vinë këto fruta? Vin nga Allahu, U përgjigj vajza e vogël. Edhe pse profeti e besoi vajzën e vogël, ai përsëri kishte dyshimet e tij. Kjo ngjarje u përsërit shumë herë, dhe më në fund profeti pyeti atë edhe një herë. është nga Allahu. U përgjigj Meriemja. Vërtet, Allahu furnizon këtë doj pa llogari. Kur profeti i pa këtë mrekulli në mënyrë të përsëritur, ripohoi besimin e tij në Allahun. Ai e dinte se Allahu kishte fuqinë për të bërë çdo gjë, pavarësisht se cilat ishin kushtet. Profeti gjithmonë donte një fëmijë, i cili mund të vazhdonte trashëgimin e tij të profecisë, por ai ishte tani 90 vjeç dhe po ashtu edhe gruaja e tij. Ai filloi të lutej Zotit të tij me bindje të madhe. O Zot, më jep nga vetja një trashëgimtar i cili do të më trashëgoj mua dhe do të trashëgoj gjithashtu pasardhësit e Jakubit dhe bëja atë dikë me të cilin ti, o Zoti im, je i kënaqur. Dhe shumë shpejt, Allahu ju përgjigj lutjeve të tij. Një ditë kur profeti po falej, engjëjt erdhën tek ai. O Zekaria, thanë engjëjt, ne jemi këtu për të ndarë një lajm të mirë për djalin tuaj. Emri i tij do të jetë Jahja. Vetë Allahu ja ka vënë emrin dhe ky emër nuk ka ekzistuar kurrë në histori. Por kur profeti e dëgjoi këtë, u hutua. Zoti im, u tha i engjëjve, si mund të kem një djalë kur gruaja ime është shterp, kurse unë plak? Profeti e tha këtë, jo sepse nuk besonte, por ishte më shumë një thirrje habie. Kështu është Allahu, ai bën çfarë të doj, tha engjëlli. A mund të më tregosh një shenjë? E pyeti engjëllin dhe engjëlli u përgjigj. Shenja juaj është se nuk do të flisni me askënd për 3 net. Me ta mund të flisni vetëm me gjeste, dhe përkujto Zotin tënd, dhe më dhëroje atë në mëngjes dhe pasdite. Kur profeti doli nga dhoma e kuptoi se nuk mund të fliste me të. Ai duhej të fliste me njerëzit duke përdorur gjeste. Pas disa muajsh, ashtu siç kishte premtuar Allahu, gruaja e tij lindi një djalë. Ata e quajtën atë Jahja. Mashallah, kjo ishte një histori e bukur. A beson tani se asgjë nuk është e pamundur me Allahun, birim? Po, unë besoj. Mirë, tani do më lejosh të bëj disa pyetje? Jam gati. Më thuaj atëherë, cili ishte profesioni Zekerias alayhis salam? A ishte marangos. Kjo është shumë e saktë. Tani mund të më thuash se cilës familje i përkiste ai? Ai i përkiste familjes së Sulejmanit. Kjo është përsëri e saktë, birim. Kush ishte babai Meriemes alayhis salam? Imran. Ai ishte babai i Meriemes. Apo jo, babi? O, birim, ke shumë të drejtë. Si u zgjodh Zekaria alayhis salam,
për të qenë kujdestari me Iremes a.s. E mban mend bir? Ata e zgjodhen atë duke hedhur short. Kjo është shumë e saktë birim. Tani më thuaj, çfarë emri i vuri Allahu për djalin e profetit a.s. U quajt Jahja. Është shumë e drejtë birim. Po bëhet vonë. Tani, hajde, le të kthehemi në shtëpi.